Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu, pas normalizimit të situatës në Vjos, mbrëmjen e së shtunës, përgjatë një inspektimi të kryer në zonat më problematike, ka folur për media. Vëngu ka folur mbi situatën e përmbytjeve në qarkun e Vlorës, duke konfirmuar se gjatë orëve të së shtunës ka nisur një përmirësim i ndjeshëm i situatës në Vjos. Vëngu është shprehur se niveli i Vjosës vetëm përgjatë të shtunës ka pësuar një rënje me rreth 1.5 metra, çka e bën situatën më të qëndrueshme, por njëkohësisht sipas tij u jep autoriteteve më shumë optimizëm se faza më e vështirë ka kaluar tashmë. Situata në Vjos është përmirësuar ndjeshëm, nivelet qoftë në pikën e Përmetit, në Malijet, po edhe të Urës së Mbifolit janë ulur me më shumë se 1,5 metër nga pika kritike, çka na bën optimist se kemi tejkaluar një fazë shumë vështirë, siç e dini, gjatë 3 ditëve të fundit kemi pasur dislokime forcash në të gjithë basenin e Vjosës dhe veçanërisht në Grykderdhje, për të qëndruar pranë zonave me risk, pranë banorëve, qofshin nga ana e Fierit që nga ana e Vlorës në Voselës, në mënyrë që të mund të reagonim shpejt në rast të evakuimesh. Sigurisht ka pasur disa toka që janë përmbytur, por ka qenë brenda limiteve të argjinaturave dhe besoj se mëngjesi i nesërm do na gjeni situatë të përmirësuar. Në fjalën e tij, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu theksoi se grupet e emergjencave civile do të mbeten në gatishmëri deri në normalizimin e plotë të situatës, ndërsa paralelisht do të nisë edhe faza e verifikimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në zonat e prekura. Pas përfundimit të verifikimit, do të ndiqen procedura për kompensimin e familjeve dhe bizneseve të cilat janë prekur nga këto dëme. Nuk jemi larg rrezikut, rreshjet vazhdojnë në mbar territorin e vendit. Rreshja intensive ka pasur sot veçanërisht në jug dhe në veri të vendit, çka na bën të jemi të kujdesshëm dhe ta mbajmë nivelin e alertimit në nivel maksimal, sikundër dhe forcat në terren do vazhdojnë të jenë të angazhuara, qofshin këto të emergjencave civile, zerfikset e bashkisë me mjetet e tyre, bordet e kullimit me mjetet e tyre, sikundër dhe forcat armatosura. Besoj se veprimet e duhura ishin ato që ndërmorëm në fund të javës kaluar, ku rritëm nivelin e alertimit nga ana e emergjencave civile për mbar bashkit. Ato që po bëjnë ekipet e emergjencave aktualisht në terren është evaluimi dhe evidentimi i gjitha dëmeve. Duhet kuptojmë që në zonat rurale dhe në zonat malore ka disa shëmbje rrugësh rurale, shëmbje urash nga vërshimet e mëdha, do të thoja historike në disa zona, disa banorë dhe ekspertë. Nuk na rezulton që ka shtëpi të humbura, ka shtëpi të prekura nga uji në masa të ndryshme dhe patjetër që bashkitë në terren nga momenti që tejkalojmë këtë front meteorologjik do jenë të angazhuara për të bërë evidencat e dëmeve sipas bazës ligjore që kemi të emergjencave civile dhe në bazë të gjithë evidentimeve do sjellin nevojat për dëmshpërblime dhe në funksion të kryer dëshmërblimeve kemi patjetër dhe instrumentet financiare të emergjencave civile, e kemi bërë për zjarret, do vjojmë ta bëjmë edhe për sezonin e zjarreve, por edhe për sezonin e përmbytjeve. E besoj se jemi në kushte për mbushur gjitha këto detyrime ligjore. Rreziku mëngjesin e kësaj të diele në Lumi Vjos ka kaluar, por aty janë ende shumë shtëpi të prekura nga përmbytjet, si pasojë e vërshimit të ujit të Lumit Vjos.